Vendimi i kompanisë së dhëndrit të presidentit të SBA-ve Donald Trump për të tërhequr nga projekti luksoz në Beograd është më shumë se sa një provë e qartë se presidenti serb Aleksandar Vučić i ka shpërdoruar të gjitha shanset e tij me Washingtonin. Kështu së paku vlerëson analisti i politikës së jashtme Boshko Jakšić, siç shkruajnë dhe mediat në Beograd. Madje Jakšić beson se në fund të fundit Trump nuk dëshiron ta shohë më Vučićin me sy. Në këtë drejtim ai thekson se një tjetër përpjekje e Aleksandar Vučić për të riparuar marrëdhëniet e dëmtuara tashmë me Washingtonin dështoi me sukses. Për Jakšićin, shpjegimi me të cilin kompania e dhëndrit të Donald Trump, Jared Kushner, e braktisi projektin në ish godinën e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe në Beograd është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Kujtojmë se njoftimi për tërheqjen e kompanisë së Kushnerit u publikua më 15 dhjetor, në ditën kur prokuroria për krimin e organizuar në Serbi ngriti akt akuzë ndaj ministrit serb të kulturës Nikola Selaković për shkelje ligjore gjatë heqjes së statusit të monumentit kulturor ndaj ndërtesës të shtabit të përgjithshëm. Dhe në një deklaratë me shkrim për Radion Evropa e Lirë, kompania investuese Affinity Partners tha se vizioni ynë për projektin në Beograd ishte të ofronin një dizajn elegant dhe frymëzues që pasqyronte përparimin e Serbisë. Jemi krenar për arkitekturën që ka krijuar ekipi ynë, sepse projektet me kuptim duhet të bashkojnë, jo të ndajnë, edhe nga respekti për popullin e Serbisë dhe për qytetin e Beogradit. Ne po e tërheqim aplikimin ton dhe po e bëjmë një hap pas në këtë moment, thuaj në deklaratë. Dhe Jakšić nuk ka dyshime se ky mesazh i dërguar nga ana tjetër e Atlantikut përputhet në mënyrë të përkryer me rrjedhat e marrëdhënieve amerikano-serbe në kohët e fundit. Ai kujton se ata ishin më shumë se të shqetësuar nga sjellja e Vučićit në maj të këtij viti, kur ai u përpoq të hynte në Konventën Republikane në Florida. Për të kujtuar, presidenti i Serbisë shkoi për një vizitë në SBA pranverën e kaluar, nga e cila u kthye pa planifikuar pas 2 ditësh dhe siç u njoftuan atë kohë për arsye shëndetësore. Sipas raporteve jo zyrtare të medias, Vučić priste të takojë me Trumpin në takimin e republikanëve në Florida, por kjo nuk ndodhi. Përshtypja ime është se Donald Trump nuk dëshiron më ta shohë Aleksandar Vučićin me sy. Duket se Vučić i ka shpërdoruar shanset e tij me Trumpin, ashtu siç i shpërdoroi ato me Moskën dhe Bashkimin Evropian, thekson Jakšić. Ai paralajmëron gjithashtu se amerikanët nuk e falin faktin që Vučić u përpoq të përfshijë ata në aferat e tij të brendshme të korrupsionit. Andaj, sipas mendimit të tij, Vučić praktikisht ja mbylli derën vetes me Donald Trumpin. Duke komentuar se si ky episod i fundit në marrëdhëniet serbo-amerikane mund të reflektojë në historinë e sanksioneve amerikane kundër industrisë serbe të naftës, Jakšić thekson se kjo është vetëm një vazhdim i serisë së aferave që Vučići bëri në marrëdhëniet me amerikanët. Në vendin ku gjendeshin ndërtesat e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Jugosllavisë, të shkatruara gjatë bombardimeve të NATO-s në 1999, kompania investuese Affinity Partners kishte planifikuar një kompleks banimi dhe biznesi me markën Trump. E Vučić tha se për shkak të gjuetisë së shtrigave që u bën ndaj investitorit dhe ndërtimit, Serbia humbi një investim të vlefshëm prej së paku 750 milionë eurosh. Ai fajsoi prokurorinë dhe bllokuesit, siç i quan ai, protestuesit antiqeveritar që protestojnë për më shumë se një vit kundër qeverisë së udhëhequr nga Partia Përparimtare Serbe. Personalisht do të kujdesem që të gjithë ata që kanë kontribuar në shkaktimin e këtij dëmi të përgjigjen, tha presidenti serb. Ai paralajmëroi se do të paraqesë personalisht kallëzime penale kundër të gjithë atyre që morën pjesë në gjuetinë e shtrigave dhe shkatërimin e investimit amerikan, duke i akuzuar për dëm ekonomik ndaj Serbisë. Një goditje e papritur dhe tepër e rëndë ka ardhur për presidentin serb Aleksandar Vučić, i cili kishte bërë gjithçka për të realizuar një projekt luksoz të lidhur me biznesin e familjes së presidentit amerikan Donald Trump. Megjithatë, pas një periudhe të gjatë përpjekjesh, ka rezultuar në dështim, pasi ndihmoi në ndryshimin e ligjeve për t'i hapur rrugën ndërtimit të një hoteli Trump në Beograd. Vučić tani përballet me një humbje të madhe pasi dhëndri Trump, Jared Kushner, e tërhoqi projektin për shkak të protestave të mëdha dhe akuzave të rënda për korrupsion dhe shkelje të ligjit ndaj funksionarëve të lartë serb. Por pas një investimi të mundshëm të miliarda dollarëve, kjo është një humbje e madhe për Vučićin edhe në imazhin e tij si mik i elitës amerikane, veçanërisht pas një kalvari ligjor që po mbërthen disa figura të larta të qeverisë serbe.
Meqense projektet e rëndësishme duhet të bashkojnë, jo të ndajnë dhe nga respekti për popullin e Serbisë dhe qytetin e Beogradit, ne po të rreqim aplikimin tonë dhe po të rriqemi në këtë kohë, tha zëdhënësi firmës private të investimeve të Kushnerit, Affinity Partners. Ndërkohë, Prokuroria Publike për krimin e organizuar ngriti një akuzë kundër ministrit të kulturës Nikola Selaković, sekretares së ministrisë, Slavica Jelaça, drejtorit të detyrës së Institutit Republikan për mbrojtjen e monumenteve të kulturës, Goran Vasić dhe drejtorit për mbrojtjen e monumenteve të kulturës të qytetit të Beogradit, Aleksandar Ivanović, në lidhje me paligjshmërinë gjatë heqjes së statusit të pronës kulturore nga ndërtesat e shtabit të përgjithshëm, thuhet në njoftim. Të dyshuarit, siç thonë ata, akuzohen për kryerjen e 2 veprave penale të shpërdorimit të detyrës zyrtare, si dhe të falsifikimit të një dokumenti zyrtar nga neni 357, paragrafi 2 të kodit penal të Serbisë. Vetë presidenti serb Vučić nuk e ka fshehur zhgënjimin dhe mërzitjen e tij pas tërheqjes së Jared Kushner nga projekti i hotelit Trump në Beograd. Ai akuzoi për një fushat të qëllimshme kundër investitorëve dhe projekteve të mëdha, e cila sipas tij ka shkatëruar mundësinë për të sjellë një investim të madh në Serbi. Vučić theksoi se ky projekt, që kishte një vlerë prej 750 milion eurosh, do të kishte krijuar qindra vende pune dhe do të kishte sjellë përfitime të shumta ekonomike për vendin. Duke komentuar zhvillimet e fundit, ai shprehu se të gjithë ata që janë përfshirë në sabotimin e këtij projekti duhet të mbajnë përgjegjësi për dëmet që i kanë shkaktuar Serbisë. Sipas Vučićit, ky është një dëm që i kalon 1 miliard euro dhe ai ka paralajmëruar se do të ngrejë padi penale kundër individëve që kanë ndihmuar në shkatërimin e mundësive për zhvillim ekonomik. Analisti politik Dragomir Angelković tha sot se antarët e udhëheqjes mafioze politike të Partisë Progresive Serbe që drejtohet nga Vučić morën një karton të kuq nga fuqia më e madhe në botë dhe se shumica e faktorëve të tjerë të rëndësishëm global po mbajnë një karton të verdhë gati drejtuar Aleksandar Vučićit. Angelković i tha agjencisë Beta se tani pritet që rënimi i regjimit të kartelit serb të përshpejtohet. Ai vlerësoi se Kushner dhe presidenti i SBA-s Donald Trump vlerësuan se Vučić po fundosej me shpejtësi dhe se çdo marrëveshje me të është e dëmshme. Deputeti dhe kryetari i Partisë Qendra e Serbisë, Zdravko Ponoš, tha se projekti ishte shumë radioaktiv për shkak të dimensionit të korrupsionit. Nëse e shikoni politikisht, mendoj se familja e presidentit amerikan e largoi Vučićin prej tyre sikur të ishte lebroz, tha Ponoš, ndërsa lideri i kryengritjes ekologjike dhe deputeti Aleksandar Jovanović tha se tërheqja është një lajm i mirë, por se nuk duhet të relaksohemi, sepse siç vlerëson ai, presidenti serb Aleksandar Vučić do të gjejë ndonjë grabitçar të ri për të ndërtuar zoti e di se çfarë atje.